Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim për ngjarjen që tronditi Shqipërinë, ku mbeti vrarë gjyqtari Astrid Kalaja në një proces gjyqësor që u zhvillua ditën e djeshme dhe që ka tronditur, po themi, edhe botën e sistemit të drejtësisë në Shqipëri. Por çfarë fshihet pas kësaj ngjarje dhe çfarë pasojash sjell një goditje e tillë ndaj njerëzve të drejtësisë? Për të folur për këtë çështje, ne kemi të ftuar avokatin e njohur Ndue Pjetra. Zoti Pjetra, përshëndetje. Përshëndetje. Zoti Pjetra, në optikën tuaj si avokat, si njeri i drejtësisë, çfarë do të thotë kjo ngjarje sa i përket, po themi, botës së drejtësisë në raport me krimin në Shqipëri, në raport me qytetarët që përballen me sistemin e drejtësisë? Dhe është ky një alarm për sigurinë e vetë njerëzve të drejtësisë? Tani ngjarja është shumë e rëndë, me thënë drejtën, por jo pa qëllimshme. Çfarë do të them jo pa qëllimshme? Është godit në thelbin e demokracisë gjykata e apelit shqiptar. Çka do thotë që pra nuk kishte asnjë mundësi tjetër, po ngritej zani në çdo vend të Shqipërisë, në çdo institucion. Ankoheshin përgjigjet që kanë 7 vite me radhë dhe askush nuk e ngriti zanin. Pra, jemi në një moment kaq kritik për gjithë, për afërsisht 16.000 shtetas që janë në gjykatën e apelit sot. Dhe ju themi që pra merrni masa, caktoni gjyqtar të ri, bëni çfarë të doni, hapeni rrugën, pra jepni vendime në mënyrë që mos të jenë të varur qytetarët shqiptar në këtë situatë. Kjo është gjëja më e tmerrshme që ka ndodhur, ka për të ndodhur përsëri, po ta them që ka për të ndodhur përsëri. Pse ka për të ndodhur përsëri? Sepse në një anë, siç e tham, quhet kryeministri i Shqipërisë dhe godet gjyqtarët. Pra në anën tjetër gjyqtari tani është në mes të dy zjarreve, a është me drejtësinë a me kryeministrin. Dhe kjo është shumë e rrezikshme në këto momente. Pra qytetari merr indicie nga kryeministri i Shqipërisë, që të jemi të saktë. Tani kemi edhe një gjë. Kush janë qytetarët që sot janë duke pritur këtë gjyqje? Janë pjesa më e lodhur e sistemit ose e Shqipërisë. Të gjithë gjyqtarët, pra dhe prokurorët dhe politikanët, pra i kanë zgjidhur problemet e veta me këta gjyqtarë që kanë vendosur vetë. Pra nuk ka çështje në gjykatën e apelit asnjë familjar i gjyqtarit, i prokurorit, i politikanit. Pra janë vetëm ata persona që kanë filluar që në 2017 dhe presin me padurim zhvillimin e një seance. Ndërsa në 2023, 2024 futën pa radhë të gjithë këta familjarë. Atëherë në këto institucione pra të drejtësisë, qoftë Ministria e Drejtësisë, qoftë IL2-ja, qoftë KLG-ja, pra a duhet t'i kontrollojnë të gjëna më dhëti? Dhe në qoftë se ne nuk do të, pra ky ishte një paralajmërim shumë i fuqishëm. Paralajmërim që të bllokon edhe frymen. Pra në frymën e drejtësisë, në atë gërhatjen e fundit të drejtësisë Shqipërisë, goditet gjyqtari. Tani ndjes për gjyqtarin, për mushlinë e familjes. Por duhet dim një gjë, që nëse nuk ekziston pra ligji, gjithmonë ka ekzistuar kanuni. Por a duhet të furnizohet populli me këto frymë apo jo, është çështje tjetër. Ne jemi në kushtet kur nuk është problemi që doli OSB-ja, doli kryeministri, dolin politikanë dhe thotë të dënohet personi i cili autori. Po zotëria i dënohet, ai ka marrë parasysh gjitha. Ai e ka ditë shumë mirë se ku aty shku, se ç'është i bë. Pra e din edhe dënimin e tij. Nuk thot politikant, pra qoftë Sali Berisha, qoftë Edi Rama, qoftë OSB-ja, qoftë Këshilli i Evropës, nuk thonë që por zotëri, nuk jemi në rregull, marrën masa për gjyqtar.
për prokuror që po nullin të gjana, po jo të shkojmë të themi dënohet ai. Po ai ka dita, e din shumë mirë çfarë dënimi do marr. Pra që këtu, që në momentin e deklaratave të tyre, jemi jashtë logjike. Pra këta nuk thonë në një gjë të detyrrueshme që kanë. Pra duhet thonë më i herë, o zotëri, të mbledhemi, të vendosim gjyqtar të ri. Si të merren ku do në gjyqtar, nuk ka rëndësi fare. Vendosin gjyqtar të ri për ta kaluar këtë fazë. Ka për vdek Sali Berisha, ka për vdek Edi Rama, ka për vdek gjithë ta politikanë dhe gjyqet s'kan për të marruar në gjykatën e apelit. Pra, qoftë të 60.000 gjyqe me 60 gjyqtar që ka apeli, llogaritë kur mund të arrijnë të diskutojë zgjasin. Tani ka edhe problem tjetër, se edhe vetë gjyqtarët kanë hallet e veta. Të bash 12-15 gjyqe në ditë, pra ti nuk jep ma drejtësi, nuk e çfarë të japsh ti popullit. Dhe që këtu është një lamsh i madh i pazgjidhur nga institucionet shqiptare. Zoti Pjetra, si është e mundur që autori, pra Elvis Shkëmbi, 30 vjeçari, të hyjë me armë në një godin, siç është gjykata e apelit që presupozohet të ketë sistem sigurie, edhe pse hetimet e fundit thonë se detektori e ka pikasur metalin, pra armën e tij në këtë rast, por roja e sigurisë nuk ka dhënë asnjë shenjë, pra ka lejuar që të kalohet. Tani në qoftë se do të marrim në qafë rojet e sigurisë e njerëzit tjerë, mund t'i marrin ata dhe mund të justifikohen kot. Por duhet ju them unë se unë kam shëtit gjitha gjykatat e Shqipërisë. Në të gjitha gjykatat e Shqipërisë mund të hish me armë, o zotëri. Kot thonë ata që e ka fajin ai që ka kaluar, që ka lënë. Në të gjitha gjykatat dhe në sallën e gjyqit, nëse duhej do hyjnë me armë gjithë. Nuk ka se mund të kontrollosh o zotëri. Ai mund bjen sinjali, mund bjen për çdo gjë, por nuk ka një rregull të mirëfill të këtyre gjanave. Nuk ka ndodhur ndonjëherë dhe për nga që nuk ka ndodhur ndonjëherë, ndodhi kjo. Do t'ju them edhe një gjë tjetër, se kemi gjykatën e Firit, e kemi ngrit problemin deri në KLG në institucionet e Ministrisë së Drejtësisë. Futen në një dhomë, nuk është dhomë, është paradhomë. Dhe rrin avukatët bashkë me klientat, as nuk mund diskutojnë, as nuk mund flasin, dhe në momentin që vjen mikropuzi i cili sjell të burgosurit, duhet dalin gjithë të rruga. Po si funksionon kjo, më zotëri? E kemi ngrit disa herë këtë problem, fare nuk ka si. Inshallah do bjen në mendjen e tyre. Pra, u desht kjo ngjarje për me kuptua ata gabimet që kanë. Nuk mbledheshin gjitha gjykatat e apelit Shqipërisë në Tiranë. Ishte gabimi më i madh dhe ata persona për mua që kanë firmos dhe në nënshkruar këtë marrëveshje. Për mua duhet mjeken penalisht. Sepse nuk mundesh të fus 60 gjyqtar në 8 dhoma, 9 dhoma që janë në zyra në gjykatën e apelit. Pra çfarë do bëjnë ata? Pra e para, kushte që nuk janë. E dyta, si mund studiosh në një zyrë me një gjyqtar tjetër çështje që ke. Pra është e tmerrshme. Unë kisha propozuar dhe i menoj që edhe sot nuk është vonë që gjykatat e apelit shpërbahen në tre gjykata. Shqipëria të ketë 3 gjykata. Një në veri, një në jug, një në Tiranë. Nuk mundet më, nuk bëhet më, është e pamundur ky mendim i tyre. Por ata donin se s'ban që të jepnin vendimet për llogaritë tyre, sepse kemi edhe vendime që janë dhënë nga gjyqtar me 2 milion euro brenda një viti, apo shkolla e parë, shkolla e dytë, dhe ka marrë lek për 1 vit e 3 muaj personi, gjyqtari. Dhe ne kemi denoncuar këtë raste, po kanë rënë në vesh të shurdhër. Kur ne ngejmë zanin dhe diskutojmë, nuk marrin vesh. Kur qohet një qytetar që i ka shpirtin në kryk dhe bën një veprim, nuk them që a veprim normal, por ama ai e ka domenen. Ka pastan dikur në ato kohët e vjetra, qeveri thoshte, i jam bë vet kur e kam domenen me vdek. Çka do thotë që e ka domenen me vdek, ose i ka hyrë në sallë me armë, ai mund kishte vrarë të tjerë, duhet me lut Zotit që s'ka gjujt të tjerë. Çka do thotë që ai mund të vriste gjithkënd se nuk i prishte puna, e kishte marru jetën e vet kur ka hyrë në sallë gjyqi me armë. Dhe kjo nuk u bën përshtypje këtyne, thotë të dënohet. Po çfarë do dënosh atë më? Ai
Pra ka ba një gjë shumë të mirë ai, sepse nuk ka vra veten. Sepse ai tani mund të ketë mesazhe për këtë drejtësi. Mund të ketë mesazhe që mund t'i japin në të ardhmen për të kuptuar njerëzit se çfarë po ndodh. Në hallin e tij janë edhe 20.000, 30.000 të tjerë që presin gjyqjet. Është tmerr, nuk ekziston asnjëherë në botë. Morën lek nga Amerika, morën nga Europa, morën lek për të bërë vetimën dhe zgjodhen vetëm ata të bindurit të tyre. Pra ata që do japin vendime sipas dëshirës politikanëve. Pra nuk mund të funksionojë drejtësia në të forma. Dhe nëse këta nuk marrin vendime, jo më larg se mëna 3 ditëve, do ketë raste të tjera. Nuk duron kush. Nuk duron as kërkën. I prish shpinë. O zotëri, mos e lëni bash shpinë. Je institucion, i merr lek të herë me bash shpinë, pastaj kur bën shpinë, shkon i aprish. Pra, si funksionon ky shtet? Kë nuk ka shtet, nuk ka asnjë lidhje me drejtësinë. Nuk ka asnjë gjë, nuk ka asnjë përputhje, ka vetëm hakmarrje. Ti je gjatë, ti je maj, po jo nuk funksionon kështu. Është tmerr. Nuk e di, unë jam shumë i indignuar për të dyja rastet, qoftë edhe për qytetarët e shkretë që vuaj, por qoftë edhe për gjyqtarët që do jenë viktimë të këtyre rasteve. Për fajin e politikanëve, pra unë vetëm politikanëve jo e fajin. Avokat, ju thatë se autori mund t'jap mesazhe konkrete kur të rrëfehet përpara po themi drejtësisë apo qoftë edhe në gjykat. Përveç atyre që përmendët, çfarë mesazhesh konkrete mund t'jap apo thjesht do rrëfej versionin e tij? Nuk është se do jap vetëm ai mendaj, do të ketë edhe të tjerë që do japin. Ne pamë shumë shpejt disa raste, disa rrëfime të qytetarëve shqiptar që të vjen me kjajt kur e një gjë çfarë ka ndodhur, qoftë me këtë gjyqtar, qoftë me të tjerë. Pra është e tmerrshme. Ti thush ati tjetër shko se e ke venin në burg edhe rri atje hapa lek, janë gjëna të tmerrshme, nuk kanë kuptim. Pa nuk mund t'i thush, ti jep vendimin, çështja jote e vendimin edhe ik puntanet, po nuk mundesh ti ta merresh. Pra për interesat, pra ne themon, interesat e politikës për ta denu këtë person, ose tjetrin, janë këto që japin frytet tani në një liri që njerëzit janë të shtypur, janë krejtësisht të pafuqishëm për këtë gjë. Zoti Pietra, si është e mundur që shteti, struktura shtetërore, por edhe vetë sistemi i drejtësisë, siç ju e përmendët, në fakt nuk ka arritur ta zgjidhë këtë çështje të palëve në konflikt që vijonte që prej vitit 1992? Unë të them ty një rast tjetër që e kam timin. Është një kërkesë padi në Shkodër, ka 5 vite që nuk ka caktuar datëgjyqi gjyqtarja. A kupton çfarë do me thënë? Tani çfarë duhet të bëjnë ai familjarë? Ne kishim një rast në gjykatën e apelit, një klient jon, kishte ardhur edhe ai me armë, kishte ardhur një grua shkreta, i kishte vdekur burri, kishte ardhur, thotë do ta hell ner gjithë gjykatën. Pra ishte shumë e indignuar. Dhe sa pa arriti shqyqër që nuk ishte në momentin kur dha vendimin gjykata, nuk ishte e pranishme. Se po t'ishte e pranishme, do kishim pas një katastrofë tjetër më të madhe. Sepse 3 gjyqtare atje, masi ishte vdek burri vet, kishte qenë vitin 2014 në përgjygje, pasi kishte fitu të gjyqet, i ardhëson gjykata apelit, dhe personi i cili ishte kundërshtar e luti e zotëri, i tha, t'i jap 100.000 euro për dashurimin dhe ta mbyllim me marrëveshje dhe nuk pranoi. Dhe ky ishte mesazhi që nëse nuk i don ti, do e jap gjyqtar. Zoti Pietra, si mendoni, a rrezikon tashmë megjithëse përflitet autori që mund të bëj burg të përjetshëm, apo e ka marrë parasysh siç thatë edhe ju që në momentin që ka kryer krimin? E ka ditë shumë mirë. Dhe e din shumë mirë se çfarë e pret. Nuk është i diskutueshëm dënimi. E din edhe ai vetë që nuk është i diskutueshëm. Por ama nuk ka rëndësi dënimi i tij për shqiptarët, zotëri. Ka rëndësi
që institucionet shqiptare të marrin masa me të tjerë, jo ma të rrinë dhe të presin këto situata të ndryshme. Zoti Pietra, në këtë rast, sa kanë ndikuar kërcënimet ose më saktë ato revoltën që ka pasur kryeministri Edi Rama ndaj vetë gjyqtarëve kohëve të fundit? Ajo që ka qenë një tjetër indicje e cila ju ka hap rrugën qytetarëve për të vepruar në këtë mënyrë që po veprojnë. Në këtë rast, sa duhet të ndihen të rrezikuar njerëzit e drejtësisë nisur nga kjo ngjarje e fundit, e cila duhet thënë që në këto 35 vite është hera e parë që ndodh një ngjarje kaq të rënditshme që të vritet një gjyqtar brenda sallës së gjyqit. Në qoftë se e kuptojnë dhe në qoftë se këta gjyqtarë të tjerë që japin vendime politike, pra duhet ta dinë që janë të rrezikuar në çdo kohë. Ky popull, këta njerëz nuk durojnë më. Pra kanë duru një 50 vjeçar baballarët e tyre, po jetojnë edhe 30 e sa vite po vuajnë për një drejtësi që s'ekziston, dhe tani çfarë duhet themon tjetër në këto kushte kur ekziston një e mundshme gjithçfarë me ndodh. Pse tham mund të ndodhin gjithçka? Sepse jemi në një pikë që nuk ka shpresë, që drejtësia është e pa shpresë në Shqipëri. Dhe gjykatat pra japin vendime, nuk ka rëndësi vendime se në mes të dy palëve njëra palë të dalë e fitume, jo të dyja, por duhet të afrohesh sa më shumë asaj drejtësie të cilën me të vërtet i takon personit. Pra këtu nuk ka zgjidhur problemi i pronave asnjëherë dhe s'ka për të zgjidhur, sepse do në vetë. Ai nxjerr ligjin e legalizimeve dhe ka 20 vjet që s'ja ka legalizuar. Dhe pastaj për interesat tyne fillojnë edhe i skualifikojnë për t'i liru hapësinën për të bërë pallate 20 kaqe, 30 kaqe, 50 kaqe. Çfarë do thot kjo? Pra, nëse do goditet, unë e kam thënë gjithmonë që këtu nuk ka mafje, se po të kishte mafje, nuk kanë nevojë që të vrasin njëri tjetrin ose këta. Do i hidheshin tek politikanët. Ata do të vriteshin. Por këtu nuk ekziston mafia, ekziston halli i cili i ka dhënë njerëzit dhe i kanë barë që nuk çojnë kokën dot. Dhe kjo situatë nëse nuk do zgjidhet, do kemi katastrofa të mëdha, po ta them shqip, sepse ne kemi informacione se në zyrat tona vinë njerëz duke qajt, nuk ka dalë gjyqi, ka 7 vite nga shkalla e parë në apel. Janë bërë me ka 20 fëmijë, nuk merret xhavesh dhe nuk ka zgjidhje. Gjyqi do pasojë gjyq tjetër dhe do bëhet një katastrofë e madhe me gjyqësorin në Shqipëri. Zoti Pietra, dhe i pyetje fundit, a mendoni se kjo ngjarje po themi ka hedhur në erë ose ka hedhur poshtë sistemin e ri të drejtësisë që u reformua me aq bujë, përderisa shkon deri në këtë pikë sa nuk jep dot drejtësi për njerëzit e thjeshtë? Ishin interesa politike që të largojmë nga sistemi i drejtësisë ata që nuk i binden dhe të marrim ata që i binden. Pra në qoftë se themi që kishte një vetim, vetingu ishte për të gjetur njerëzit që do jeshin pro dhe ngjitur me politikën, jo kundër tyre. Zoti Pietra, a shërben ky rast pra që njerëzit e drejtësisë tashmë t'i përshpejtojnë proceset, sidomos gjyqtarët dhe gjykatat t'i përshpejtojnë proceset dhe dosjet dhe t'i zgjidhin ato sa më parë? Nuk është faji i gjyqtarëve. Gjyqtarët, pra, nuk kanë çfarë bëjnë më shumë se 10-15 gjyqje në ditë. Mungesa e gjyqtarëve, institucionet duhet marrin masa për caktimin e gjyqtarëve të ri, për caktimin e nga rrallë e kujt të donë, të marrin gjyqtar për një afat 3 vjeçar, të japin zgjidhje. Në qoftë se gjyqtari s'ka çaban vet, dhe gjyqtari thjesht, edhe sikur ti marrin ato vendime nga ai moment, ka për shkunja 20 vjet dhe s'ka për të arrit me ullon gjitha këto çështje me u zgjidh në gjykat, se është e pamundur. Pra është bani gangren. Tani, derisa vetë këta të qeverisë, se ata e kanë fajin, derisa këta miratun një
se nuk e miratoja shtetet e treta, të katërta në botë, nuk e pranon këtë vetim që e pranoi Shqipëria. Pra, se e panë sa është i dështuar. Jo për një gjë tjetër. Por këtu thënë, po vim, marrim lek, dhe vinë këtu, qoftë ambasadori amerikane, qoftë ajo e Këshillit të Evropës, erdhen këtu edhe kur ikën me vila 1 milion euroshe, ikën qatë të mund, me pasurit prallore. Por, tekush, kur e panë që ekziston pra mundësia për të balek në Shqipëri, banë edhe ata. Zoti Pjetra, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit juve. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.